Gjendja ime fizike, shëndetësore dhe mendore është më e mirë se kur, pavarësisht gjithë privacioneve të bëra publike, që nga koha kur jam dënuar, pa një akt vendimi ende zyrtare dhe sot vazhdojnë të gjitha kufizimet përveç gjës më të parëndësishme. Pingpongut i cili është hequr si sankcion para një muaj. Me këtë rast duhet t'ju siguroj se mbetem kampion absolut dhe me reflekse të jashtëzakonshme. Sa për dijenin, nën kampioni këtu është një 30 vjeçar që dikur ka qenë edhe futbollist. Nëse më rrin te kostumi madh, kjo nuk ka të bëjë me faktin se më kanë lënë pa ushqim siç është thënë, por me aktivitetin tim fizik që më merr të paktën 4 orë në ditë dhe sidomos me ushtrimet për muskujt e barkut. Po kështu dieta ime është shumë e shëndetshme, fal edhe për kujdesjes së motrës time dhe jo vetëm. Nëse shqetësimi është për modelin e flokëve, këtu nuk ka berber profesionist dhe ky nuk është problemi. Nëse problemi është tek lëkura, mos harroni se këtu uji është plot klor dhe do të më mjaftonte një javë në lumin e Valbonës ose të Shalës për ta bërë më të shndritshme lëkurën dhe se të banalistëve që bëjnë make-up para se të dalin në studio për të shfokusuar opinionin publik nga 2 skandalet e GKK-s dje.